Humja njerëzore dhe humja fizike është shumë e dhimbshme, por fati i shkrimtarëve, fati i artistëve, fati i akademikëve është edhe një situatë tjetër. Kujtesa e teksteve është një kujtesë që e kemi në përduar, rikthehemi sa herë të duam. Dhe një trashëgimi për breza që do vinë më mbrapa. Të them të drejtën, bashkëputimi me veprën e profesor Qosës është e pashmangshme, në kuptimin që punimet që ai ka bërë për historinë e letërsisë, punimet për Azrenin, për Naim Frashin, për Osi e Madhe, për gjithçka të literaturës shqipe është e tillë që është një kontribut, është një përvojë që do duhet shfrytzuar. Pastaj ka edhe diçka tjetër, domethënë tek Qosja ishte sa shkrimtari aq veprimtari, sa veprimtari aq mendimtari, aq dietari, ishte njeriu aktiv që domethënë mund të shkruante diçka kundër apo pro. Problemi është se e dëshmon të këtë gjë. Domethënë, në situatën e një privimi lirie, ai ishte nga zërat e fuqishëm, do thosha, të çështjes shqiptare, jo thjesht në Kosovë, por të çështjes shqiptare në tjetër dimensionin. Dhe në të kuptim, unë do të thoja që ajo trashëgimi e shkruar e profesorit për çështjen kombëtare, për çështjet e demokracisë, për aspektet e historisë, për aspektet e letërsisë, është trashëgimi të cilës ne do duhet i kthehemi. Kujtoj një moment ka qenë ndoshta para 8-9 vitesh, ishte 80 vjetori dhe më thot dikush, thot nuk e kanë kujtuar. Thash, po ka një problem. Me sa duket ka filluar faza e leximit tashmë edhe në distancë. Pse? Kur ishte në punë, kur ishte të instituti, kur ja kishin nevojën, e kujtonin të gjithë. Se ky është fat pak i çuditshëm, do thonë, në të dy anët, ne jemi kur të kam në sy, thot, mbjen mend për ty. Kur ikën, por unë mendoj që tashmë është detyrimi i akademisë, është detyrimi i universiteteve, është detyrim, do thosha, i lexuesit shqiptar që të kuptoj fatin e kombit, fatin e shoqërisë shqiptare, sepse unë e mendoj si rilinda si mbram, për një arsye thjesht, jo thjesht pamja, por sidomos studimi i thelluar që i ka bërë rilindjes kombëtare, në kuptimin jo thjesht letrar, por në kuptimin ideologjik, në kuptimin historik, në kuptimin sociologjik, duke realizuar, do thosha, një model të pa krahasueshëm dhe për mua në historinë do thosha e parinave historiciste dhe sociologjike, padyshim është punimi më i plot dhe i cili është i pashmangshëm. Do flasim për veprën pak më poshtë, por meqense nisa me kujtimet tuaja, gjatë ditës sot kur po punoja për këtë pjesë të programit, më ra në duar është kjo leje e parë e vitit 1970 kur Recep Qosja merrte lejë nga Beogradi zyrtar atëherë për të vizituar për herë të parë Shqipërinë dhe ishte dhënë një lejë qëndrimi për 25 ditë. Atëherë si ka qenë lidhja para 90-s e profesorit me Shqipërinë? Ka qenë lidhje mjaft e vështirë, por lidhja shpirtërore, do të thonë, nuk ishte të bënte me kalimin e kufirit. Lidhja shpirtërore ishte në vepra, ishte në kontribute shkencore, por mendoj që prania e tij në atë vit lidhet ndoshta edhe me ato përgatitjet e kongresit të drejtshkrimit që vin në 72-shin. Dhe ishte një çelje e udhës, një dialogu të domosdoshëm të gjithë anëve të shqiptarëve. Shpesh për shembull dëgjoj shqipfolës dhe shqiptar. Shqipfolës i thuhet kur është një huaj dhe ka mësuar shqip. Shqiptari është shqiptar. E vërtet. Do thonë shqip flasim e bëjmë sikur nuk kuptohemi. Në këtë kuptim unë do thoja që Qosja që ishte nga Vuthaj, gjithë aktivitetin e ka në Prishtinë, në universitet, në institut, por çuditërisht zemra mendje e rrinte edhe në Shqipëri. Dhe ishte nga të paktët që interesimet e tij për çështjen kombëtare nuk ishin të mbyllur brenda qarkut, brenda Prishtinës, ishin shumë më gjëra se sa kaq. Po ashtu edhe studimet e kryera
në lëmë të historisë, letërsisë shqipe, në lëmë të, do të thosha, dukurive të rrymave letrare, ishte në gjërsinë e vetë.